Alba Story prezanton puna e një mjeshtri në qytetin ton nuk ka asnjëherë një orar të saktë dhe asnjë ditë nuk I ngjan tjetrës. Ndonjëherë gjithë dita mund të kalojë e qetë duke u marrë me rregullimin e ndonjë mobilje të vjetër druri në punishten time. E ndonjëherë telefoni nuk më pushon sereni për defekte nga më të ndryshmet në për shtëpi apo biznese. Unë e bëj këtë punë prej shumë vitesh. Kam krijuar një përvojë të gjatë dhe e njoh mirë zanatin. Për shkak të saktësisë në punë, kam krijuar besim tek njerëzit dhe shpesh më therasin edhe drejtuesit e institucioneve të ndryshme publike kur kanë ndonjë defekt urgjent që kërkon një zgjidhje të shpejtë dhe të sigurt. Një paraditë të zakonshme, ndërsa po pija kafen e mëngjesit në lagjen time, më morën në telefon nga drejtoria e gjimnazit të qytetit. Më njoftuan se kishin një problem mjaft shqetësues në njërin nga klasat e katit të parë. Brava e derës së sallës, ku mbahej ora gjuhës angleze, ishte bllokuar plotësisht. Nxënësit apo studentët ishin grumbulluar në korridor dhe ora e mësimit nuk mund të fillonte për shkak të këtij problemi. E la shkafen për gjysëm, mora çantën time të veglave, hipa në makinë dhe u nisa menjëherë drejt godinës së gjimnazit. Kur mbërrita në korridorin e gjatë të katit e parë, gjeta përpara derës së dëmtuar një vajzë të re. Ishte profesoresha e gjuhës angleze. Ajo ishte një vajzë rreth të 30-tave, shumë e pashme, e veshur me një kemish të thjeshtë të kuqe dhe pantallona të errta. Kishte një pamje shumë të bukur dhe po priste aty pas derës e shqetësuar. Sa po dëgjoj hapat e mi dhe pa çantën e punës, ajo tërhoq pak më mbrapa drejt dritares për të më lënë hapësirë të punoja. Shpresoj të gjesh ndonjë zgjidhje, me tha ajo, ma zërin e saj të butë. Chelsea më tha thjesht rrotullohet dhe nuk e tërheq gjuhëzen dhe nuk çelet dera. Ajo po mundohej të më shpjegonte problemin, por unë nxora mjetet e mia të punës dhe ulën e gjonj përballë derës. Fillova të shmontoja me kujdes dorëzën e jashtme për të parë mekanizmin. Ajo qëndronte aty pranë meje, duke ndjekur me shumë kuriozitet çdo lëvizje që bëja, e ndërsa mua po më çmente ai parfumi I saj. Gjatë kohës që po punoja, u ktheva për t'i kërkuar Chelsin në mënyrë që të provoja edhe bllokuesin e brendshëm. E në atë moment, sytë tanë u takuan vetëm për një sekond. Ne shkëmbyem ca shikime të zjarrta aty pranë asaj dere. E ndërsa unë kisha shumë emocione, por edhe ajo ndihej që ishte në siklet në ato shikime që zjasnin vetëm sekonda të shkurtëra. Ndoshta me dukej mua, por ishte një tërheqje shumë e forte pa shprehur me fjalë, por që atë ditë aty askush nuk e kaloi kufirin. Kështu që pasi e rregullova mekanizmin dhe dera u hap pa problem, unë vetëm e përshëndeta, mora veglat e u largova për të vazhduar ditën time. Koha kaloi shpejt dhe u bën ndoshta rreth 4 muaj nga ajo ngjarje, e unë isha përfshirë në rutinat e mia të përditshme dhe riparimet e shumta. Një pasdite, teksa po esja në një rrugë kryesore, afër qendrës së qytetit dhe afër atij gjimnazi, e pash pikërisht atë. Profesoresha po este në trotuar në drejtimin tim, duke mbajtur një çantë në dorë. E ngadalsova hapin.
e kur u ofruam, vendosa të përshëndesja. Mirdita, i thash unë duke u ndalur, e ajo u ndal gjithashtu. Me pa në fytyrë dhe buzëqeshi me njëherë, e kishte mbajtur mend shumë mirë fytyrën time. Ti e mjeshtri, me tha, sa mirë që të takova. Dera nuk ka pasur me asnjë problem që nga jo ditë. Doja të teftoja për një kafe si falënderim, por tani jam pak me nxitim se duhet të shkoj në një takim. A mund ta lëm për një ditë tjetër? Më tha ajo. E unë i thash që isha plotësisht dakord. I thash, do numroj ditët derisa të më thërasësh. Por në mendje mendova që kjo s'do më thëriste kurrë. Por ajo më kërkoi numrin e telefonit dhe e shenoj me njëherë në telefonin e saj. E atë ditë, unë ndam me aq. Megjithatë, që atë mbrëmje, ajo më dërgoi mesazhin e parë. E ne filluam të shkruanim rregullisht gjatë ditëve në vijim. Filluam të flisnim për gjithçka. Me pyeste për punën time, me pyeste a lodhesha, me pyeste edhe për pasionet e mia. E pas rreth një jave, lam takimin ton të parë të vërtet. U ulem në një kafe të qetë pranë liçenit, e aty e kuptuam vërtet se sa shumë pëlqeheshim. Biseda este lehtësisht dhe koha fluturonte pa e kuptuar. E pas atij takimi, dolem edhe disa herë të tjera, duke e forcuar edhe më shumë atë tërheqje që kishte nisur që dita e parë kur shkova të rregulloja bravën. Gjërat u bën shumë serioze kur në një fundjavë ajo më ftoi në shtëpinë e saj për të darkuar së bashku. E shtëpia e saj ndodhej në një lagje të qetë dhe ishte i arreduar me shumë ngjyra dhe shije. Kur shkova atje, ajo më priti tek dera e veshur me një fustan të zi, po që i rrinte shumë bukur. Ajo mbrëmje kaloi për mrekulli. U ulem në një tryezë të vogël që s'ishte më shumë se për 2 persona. E hën ngrëmdarkën që ajo thoshte se e kishte përgatitur, por unë gjithnjë besoja se ajo kishte bler të gatshme. Kur mbaruam se ngrëni, unë ngrita nga karrigja për ta ndihmuar që të pastronte tryezën. Mora pjatën time dhe unë nisa drejt banakut të kuzhinës së saj, e ajo erdhi me njëherë pas meje, me pjatën e saj në dorë. Unë usolla nga ana e banakut, i lash enet aty dhe po behesha gati të kthehesha përsëri drejt sallonit. Por ajo nuk më hapi rrugë dhe mbeti aty në mes të banakut përballë meje, duke me bllokuar kalimin mes atij banakut të mermert dhe trupit të saj. Mi nguliti syt, e la pjatën e saj mbi banak, pa hequr shikimin nga unë. Bëri një hap përpara dhe u ofrua plotësisht trupit tim. Për të më lënë pa asnjë mundësi lëvizje, i ngriti të dyja duart dhe i mbështeti fort mbi sipërfaqen e banakut. Ku do shkosh, tha, dhe buzëqeshte. E ndërsa mua filloi të më vinte aq turp sa që s'dija çfarë t'i thoja. E kam pritur, tha, ndoshta dhe shumë gjatë, e ndoshta që nga jo dita e parë tek dera e klasës, me tha ajo. Çfarë ke pritur, i thash. Pa pritur që unë të thosha asnjë fjalë tjetër, ajo nuk mu përgjegj. Por lëvizi trupin e saj përpara, e mu ofrua, e me puthi direkt në buzë, dhe me shtriu aty pas banakut. Edhe unë mbështolla me krah, e ju përgjigja të njëjtës puthje. Aty, prapa banakut, po putheshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.